Shpjegojmë pak më mirë, i kam disa fotografi, shkojmë bashkë tek Ledi, në mënyrë që ta kuptojnë edhe ndjekësit tonë, ta shpjegimin e çdo problematike që gurt në veshka mund të shfaqen, sepse shpesh din me ka një dhimbje shumë e madhe. Los Benartin fotografinë e parë me ma vendos, me qëllim e kom marrë këtë fotografi sepse dhimbja jo çdo herë është e koncentruar në një vend. Kur janë gurt në veshk, ku dhem kryesisht? Cila është regioni që e dim si shen? Nëse guri është në veshk edhe ka shkaktu obstruksion të veshkës, ka shkaktu ojtë të veshkës që ne e quajmë hidronefroz, dhimbta do të jetë mbrapa në shpinë në pjesën lumbale të anës që është guri, domthonë varësisht nga ana e djathtë apo e mojta. Nëse guri do të jetë në kanalin urinar që quhet ureter, në pjesën e mesme të tij ose edhe në pjesën e poshtme, përveç dhimbjes në shpinë mund të shfaqen edhe ankesat e tjera. Në këtë rast pacienti mund të më reflektuar si dhimbje